Mirëmëngjes njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? E ajnë sot, dje nuk isha fare mirë në darkë, ndaj edhe nuk e mbylla videon, dukesh që natën e mirë, kisha shumë dhimbje koke dhe s'ndjesha fare mirë. Sot jam një çik më mirë, duhet të shkoj në punë, që kështu u zgjova shpejt. Të përgatitemi të bëhemi gati edhe të shpresum se do kaloj lehtë dhe kjo ditë. U bëra gati o njerëz për në punë, tani duhet vete të zgjoj djalin. Kamera është shumë keq këtu, nuk është e pastër. Tani më shikoni më mirë, kamera ishte një çik e pistë. -5 jashtë, ftohtë. U vesha ngrohtë, po të shkojmë tani se si do vej dita. U bëm gati për të ikur për në shkollë dhe për në punë. Tu tregoj pak outfitin se çka kam veshur sot. Do vishemi sa më trashë që të mos mbërdhim në rrugë, po shkoj që po fryn edhe erë tani. Ndaj edhe vesha pallton e madhe, që të mbulohemi mirë. Çandë do marr këtë, që ta kaloj në kraqe, mos e kem në duar, se kam edhe çandën e djalit. Edhe jemi gati o njerëz të ikim për në punë dhe për në shkollë. Sa mbarova punën, edhe erdhi burri të më marri, se bën aq ftohtë, aq shi, aq borë, të gjitha së bashku. Edhe erdhi të më çojë në shtëpi se nuk mund të dal me këtë të ftohtë jashtë. Bën shumë ftohtë. Tregoj edhe se që bëhet këtu, si është koha. Ja. Më solli në shtëpi burri, edhe iku. Edhe tani dua që të filloj bor jashtë, bën shumë ftohtë. Siç u thashë, do përgatis pasticcio greke për sot, me që makaronat edhe mishin e griri kam të ziera. Do përgatit vetëm kremin bechamel tani. Unë het 1 litër me qumësht, edhe 5 lugë me miell. I het të dyja bashkë, i trazoj dhe i vendos në zjarë. Nuk e skuq një herë miellin, bëhet më e rëndë ashtu. Në këtë mënyrë nuk bënet kokla mielli kurrë. Edhe 1 litër qumësh, do hedh edhe 5 lugë miell siç u thash. Do ta trazoj mirë dhe do ta vë 2 në flakë. 3 4. Edhe kjo s'ishte e mbushur, edhe një çik. 5. Edhe në flakë, kuptohet që do të trazuar vazhdimisht, në flakë të avash që të mona ngjitet. Do përgatit edhe vezën, që t'ja hedh brenda. Unë i hedh edhe vezë brenda. Shumë nuk i hedhin, neve i hedhin vezë bechamelit. Pasi ta heq nga flaka, do t'ja hedh vezën brenda, po ta kem gati tani këtu, në anë. Shikoni bechameli tani, është gati siç mund ta shikoni, u trashë, duke e trazuar vazhdimisht kuptohet, që të mona ngjitet në fund. Çfarë hedh brenda tani tek bechameli? Në fillim do hedhim gjalpë. Unë e kam gjalpë të freskët, po s'ka problem dhe të mos keni gjalpë të freskët, mund t'i hidhni nga i tjetri, që është i supermarketit. Pas gjalpit, si që thash, do t'i hedh kokovet. Vezë do me thënë. O trazoj mirë. Pak krip. Nutmeg. Moskokari do e thonë në greqisht, mos e thonë aramyshk në shqip, më duket se po. I jep shije shumë të mirë. Bechamelit, edhe ndaj ja hedh brenda. Në fund fare djatin e grirë, po të mundem rap. Edhe djatë do t'i hedh dhe nga lartë. Ja, djati grirë brenda. Ja si duket bechameli. Do t'a shtroj të kjo tepsia e vogël, me që nuk kam shumë të bërës. Dhe në fund do t'i hedh makaronat. Jo të gjitha, do lë dhe pak fare. Mishin e grirë.
Do ta hapim kështu mire që të vejnë të gjithë pastiqon. Pastiqon mund ta bëni me çfarë makarona të doni, se shumë e bëjnë vetëm me makarona të trasha të gjata. Unë nuk e kam probleme të tilla. Çfarë makarona të jenë, të vogla për mua që akoma më mirë, se i ha dhe më lehtë të djalë. Tani një sekret që bëj unë për pastiqon është që këtu në mes do t'i hedh pak djathë, edhe do t'i hedh edhe pak beshamel, po. Beshameli nuk ja hedh vetëm nga lartë. Plotë është kaqi, një çik fare, sa për shije, se do t'ja hedh nga lartë tjetrin. Do ta hap tani mirë këtë, e shikoni, e hapa të gjithë beshamelin kështu siç shikoni. Do hedh makaronat e tjera që më tepëruan. Ashtu. Do kthejmë të gjithë beshamelin. Ja. Duhet të marrë shpatullën unë tani, po përtojë, edhe u përvëllova. Nuk do shpëtoj, me duhet shpatullën. Tani po, unë mblothi gjithë beshameli dhe e hedhim brenda. Ashtu, e hapim të gjithë bukuro. Mirë që bërat e kjo tepsia e vogël, se ishte tamam masa e makaronave e mishit që duhej. Djathën e grirë edhe është gati ta vendosim në furro njerëz. Ja. Gati pastiqua. Do ta çojmë në furro, ta lëmë që të piqet. Shpejt. E tani do lajmë të gjitha pjatat që i bëra për 1 minutë. Hangra mëngjesin, bëra një tost. Tani do bëj një kafe që të pi. Akoma po bie shi jashtë. Një cappuccino, shpejt. Mos më ra sheqer për dhe. Dhe do t'tregoj se çfarë më bleu burri që i them që jam në dietë. Sa herë që i them unë burrit që jam në dietë o njerëz. Ja. Kështu janë si pun donuts me karamele, me gjëra të tilla. Edhe unë nuk them dot kur jo që thoni daja dhe kafe do ta shoqëroj me donuts. Mbaroj qumsh. Pastiqua është gati. Do ta nxjerr tani që të mos bëhet akoma më shumë. Unë që përtoj të marr ato që ka tepsitë, edhe përvëlloj me peshqir. Shikoni pastiqua se si doli. Perfekt doli. Do ta lëm të ftohet që ta presim pastaj. Ja, po ua tregoj edhe nga afër se si ka dal pastiqua. Në sy të merr me qafë. To shikojmë tani pastaj që të ftohet se si do jetë edhe brenda. Qamet e shijes të hi po bie këtu. Nga edhe unë mora ambrelat, edhe këti të djalit, edhe po shkoj të marrë djalin në shkolla. Vetëm që shumë ko e keqo njerës, mos e plusni. Ku ta presim tani pastiqon, se e mora dhe djalin nga shkolla. Where's the TV turret? Ja, tjesh, mama. Në pletit tje në shtuhi. Edhe tani erdi i uritur i shkreti. How do we turn it on? Duhet të haje. How do we turn it on? You. I want you. Ta nxjerrim të shikojmë se si është bërë pastiqua. I mirë duket, Perfekt duket. Mirë mëngjes, jo njerëz të bukur. Si jeni, si po kaloni? E premte, dita më e bukur e javës për mua. Pse? Se vjen suna e diela, edhe që kështu e di që do kem 2 ditë pushim. Ndaj edhe më pëlqen kaq shumë. Përgatitim mëngjesin për djalin shpejt. Edhe qa do marri me vete në shkollë. Se do prap të marri me vete në shkollë, s'do të haja atje. Nese. Edhe pastaj do vete që ta zgjoj. Kështu, jashtë po bie qamet shi.
Nëse u pa puna të shkojmë se si do vemi prapë në punë sot. Do bëhemi pak. Ja të shohim. U para gati o njerëz. Edhe ta ndoj të zgjoj djalin. Po e dëgjoj që dhe mund t'jetë zgjuar, se që po kërcet. Që të më thoj që jam zgjuar. Apo po flekut. Shqipër jashtë apo bjeshi. Jemi gati o njerëz të bukur të ikim. Kjo është veshja për sotë. Nuk e dja më shikoni do të pastër. Më shikoni. U vonuam. Po bje që amë të shqipër jashta. Edhe të shikojmë se si do arrim në punë edhe në shkollë. Nëjse u pa punë. Ikëm. Ditë e fundit. E pastaja le të bjesh të doj. Të shunet del në shtëpi do jemi. Kështu. Ikëm. Sa mbarova njerëz të bukur nga puna. Edhe tani do ikim të ham mëngjezin me shoqen, sado që ora vajti 1, mëngjezin brunch le të themi. U vonova sot dhe ajo e shkreta po më preti që të shkojmë për mëngjes, kisha të mbaroj më shpejt, mbarova më vonë çfarë të bëjmë, se kështu tani do ikim për mëngjes, edhe e shikoni si është koha. Dirty chai latte mora unë. Edhe ky është ushqimi që mora unë me pulë edhe me avokado. Edhe shoqja mori jack potato. Mirë mëngjesja njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni sot? E shtunë, fletëm pak më shumë sot. Na lejoj djali, sado që ai u zgjuaj pari sot. Dhe më kërkoi kulaç, do përgatitim kulaç shpejt, se iku edhe ora. Si që mund të shikoni, unë e bëj çdo gjë me sy të kulaçi, do me thëni het këto me sy. Het mielin, sodën. Mjaft ishte, do t'i trazoj pakë. Një çik kripë. But why is this still here? Maybe you're gonna need it. Pak sheqer. For my watch. It's okay. Because I already got a watch. I don't need it. Okay. Pak sheqer do t'i hedhim. Çfarë tjetër? It has games. Një kokove brenda, vezë. Pastaja, çfarë i hodha? Jo hodha të gjitha këto. Gjalpë, unë kam gjalpë të freskët nga Shqipëria, por në kjo se s'kini edhe gjalpë i supermarketit e bën punën shumë mirë. Mami ti me bën edhe me vaj kulaçin, mund ta bëni edhe me vaj, nuk ka problem fare. Si që thash, çdo gjë me sy, dhe në fund fare do t'i hedhim kosin. Do t'i trazojmë të gjitha së bashku. Sekreti i kulaçit është që nuk do të punohet shumë, se në kjo se punohet shumë deli fort, edhe nuk na pëlqen pastaj ja nuk e ham dot. Përzierja e kulaçit është gati. Do ta vendosim në tepsi. Në fakt që ta siguroj që nuk do më ngjitet, se kush rrit të shkiti kulaçin nga tepsia, do t'i vëj një letë kuzhine. Sado që me vaj nuk ngjitet, po haj tani. Kush rrit taj tepsinë 2 orë, kështu, e lam vetë 5 minuta, 5 sekonda. Edhe është gati, këtë edhe pak vaj, që të më ngjitet. Edhe do vendos kulaçin brenda. Do të hap tani mirë. E pastaj do ta bëjmë bukuro. Tani pasi e kemi hapur, e kemi ndërë në tepsi, do t'i bëjmë kështu, do t'a bëjmë me pirunë, këto dekoret që i japin kulaçit, zakonisht, kur e bëjnë. Kjo është për dekor që bëjmë, gjitha kjo, si që mund të shikoni. Tani do t'a shpojmë kështu që të mundet që të nakulloj kulaçi. Kështu duket kulaçi nga afër dhe tani do t'a vendosim në furrë që të piqet në 180 gradë, derisa të kuqet nga lart edhe nga poshtë. Do t'a vendosim në furrë që të piqet.
I voskër fare është, po s'ka problem, për 2 veta mjafton. Të mbledh unë shtëpinë derisa të piqet kulaçi. Përveç kulaçit që vendosëm në furrë, djali do edhe tigani me vezë. I thash, okay, pse jo, se do me misër brenda, nga që i pëlqen misri, edhe për atë arsye ha edhe vezët nga misri. Ndaj edhe unë do t'i hedh brenda pak misër, pak qumësht, pak fare, duhet, djatin, po të mund e hapa, okej. Shumë ose është kaq djath, apo le ta hedhim, mirë është, mirë bën djati. Kripën, djati nuk ka kripë, ndaj edhe do t'i hedh pak, nuk ka kripë. Në ujë me kripë është, po nuk ka shumë e kamuafin. E sharova misri. Nuk të kisha ndjerë kullat. Ku të dëgjonte. Do ta trazojmë dhe do ta hedhim në tigan. E tigani do hedh pak gjalpë, që t'ja bëj me gjalpë. Gjalpi u shkri dhe do hedhim brenda tiganinë, siç mund të shikoni. Do ta lëm që të skuqet avash veza. Vetëm që e hap kështu unë që të mundet i gjithë lëngu të iki nga veza. Lëngu. Veza do me thënë të pikset. Kulaçi duhet të jetë gati tani. Do ta nxjerrim. Është fryrë, është gati. Do ta nxjerrim tani. E shikoni, me letër kuzhine nuk kushton as edhe një gjë tepsia. Shikoni si u kryej sa i mirë. Tigania gati. Edhe ky është mëngjesi i të shtunës. Të ftohet pak edhe do ta presim. U përvëllova po e preva, shikoni sa i mirë që u doli brenda. Shikoni. Perfekt doli. Perfekt. Përgatita edhe një kafe shpejt o njerëz, ta pi para se të ikim, se këtu në Angli nuk e bëjnë fare të mirë kafen jashtë, nuk më pëlqen, edhe që të mos zvonojem tani vura një kafe greke të bëhet. Miku shapka. Gati edhe kafja njerëz të dashurit të bukur, ku duket këtu duket ja. Doli shumë e mirë, do ta provoj. Perfekte. Mund të donte pak më shumë sheqer, po s'ka problem, mirë është. Ai ta bim shpejt e do ikim. U bëm gati që thoni, më shikoni këtu. Do ikim, do shkojmë në kënd lojrash me djalin, edhe me shokët e tij. E shtunë sot, duhet të dalim xhiro. Ne që po bieshi unë vesha çizmet nga poshtë, se nuk dua që të më lagen atletet edhe të bëhen pis, qelbur. Daja edhe vesha çizmet që të jem rehatë. Palton, çandë të marrë këtë. Dhe jemi gati o njerëz që të ikim te këndi lojrave, po. Erdhëm me shoqet të ham këto gjërat e shëndetshme. Kjo është hanja që kemi nga jashtë. It's okay, do mbaruam tani dhe do ikim të marrim fëmijët. Kaloj një orë gjysmë kështu pa e kuptuar fare. Kur ke shoqëri të mirë kalon ora. Erdhëm në shtëpi o njerëz të bukur. Fëmijët lojtë nuk kënaqen, kishim shkuar se po kishim shkuar qilozin me nerv kështu, me njëri tjetrin edhe mund t'i linim atje dhe neve mamat të iknim, të dilim më xhiro për një orë gjysmë, që kështu ishte diçka shumë e bukur. Edhe për mamat edhe për fëmijët. Tani erdha shpejt në shtëpi të gatuaj, do bëj ca bërzolla edhe do bëj pilaf me thjerza edhe me oriz. Do përgatit. Ja gatimi, ky është pilaf me oriz edhe me thjerza siç u thashë, bërxollat po skuqen, dreka darka thuani si të doni është gati, pilafi me bërxolla. Sa hengrëm edhe darkë, tani duhet të mbledh të gjithë kuzhinën, t'i laj të gjitha pjatat kushit e nxjerrët njërën tjetrën dhe pastaj t'ulemi të çlodhemi. Ora është 8:30 me darkës. Nice, vazhdoj. Mbaroj edhe shtuna o njerëz dashurit të bukur. Dolem ndaj të shkojmë një televizor
edhe pastaj të flem gjumë, se u lodhëm. Të kaloni një mbrëmje të bukur edhe juve, edhe shikohemi së shpejti në video të radhës. Ciao, ciao!